Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, ju përshëndesim me selamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nga studiot e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Pra jemi si çdo javë edhe sot me emisionin e radhës, me emisionin e emëruar Fiku Hanefi, dhe neve kemi filluar me profesorin e nderuar Mustafa Efendi Avollin ligjërime që ka me muaj që ja kemi kushtuar figurës së njohur ose themeluesit të kësaj shkollës së këtij medhhebi, pra Imam Ebu Hanifes, dhe në emisionet e kaluar me radhë kemi folur për sunetin si burim i fikut pra kësaj shkence dhe kemi arritur tek hadithi ahad. Meqense në emisionin e kaluar profesori i nderuar ka bërë disa shkputje të disa haditheve që gjenden në Bukhari dhe Muslim, dhe për të vazhduar, profesor, mirë se ke ardhur, për të vazhduar lidhje me këto dy koleksione të haditheve të Bukhariut dhe të Muslimit, meqense pak në çarçe ndryshme dhe po i vjen si rënd kur po i përmendëm disa fakte, argumente të cilat nuk i ke shpikti as unë as Bashkia Islame, por ato janë tek dietarë të ndryshëm, janë tek libra të ndryshme. A nuk guxojmë, as kem drejt na fare të flasim për hadithet ose të bëjmë analiza për atë çfarë gjenden në Bukhari dhe Muslim, apo si duhet t'i qasim këtyre gjërave që te kemi na mirë kuptimin mes veti, mirë po edhe të zbulojmë ajo që na intereson dhe që është e vërtet, qoftë brenda këtyre dy koleksioneve. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walahu ila yawmiddin. Mirë, në trajtesën e javës së kaluar pak kemi prek këtë çështje, e cila pak normalisht çështje e caktuar. Ka ndjeshmërinë vet. Ka ndjeshmërinë e tij dhe normalisht synimi jon nuk ka qenë që me nënçmuar as me provokua as njërin, se në fund të fundit kjo është shkencë dhe shkencë nuk ka inati. Si të nënshtrohet inatit dhe tekeve dhe sa ne praktikisht rezultatet janë jo produktive, jo drejta. Dhe kjo tona shkencat kemi shembuj me miliona, me qindra mira, se nuk del mirë. Kështu që na edhe pse ka një herë trajtesa mendja njerit, ka një mendja se për cilë gjuhën. Unë një javën e kaluar që është sen që kisha posë me kërku falje ose me përmirësua një lëshim të vogël. Lëshim teknik ka qenë ai. Po praktikisht mendje kom të ndryshe ai që e ka përcjell mirë hadithin, edhin që në hadithin që e kemi përmend Said Imam Muslimit, rahimahullahu ta'ala, hadithin që trajtesa ke për Ebu Sufjanin, i cili ka kërku për pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam 3 çështje, martesa me bollonër pejgamberin, me adhun vajzën. Dyta prej tyre, njëna prej trijave ka qenë që djali i tij Muavija me qenë shkrues të pejgamberit po i vahit i shpalljes, dhe treta që me emrua si udhëheqës të ushtrive me i luftue të pafetë, si sot për aq sa i kum luftue muslimanët si udhëheqës, sepse Ebu Sufjani megjithatë ka qenë 21 vjet në ballë të ushtrive kundër muslimanëve, do t'i ka luftuar pejgamberin dhe në muslimanë 21 vjet. Do të Islamin i ka pranuar me rastin e çlirimit të Mekës në vitin e 8 Hijri. Do të praktikisht ne kemi 3 kërkesa. Njëra prej tyre është që Ebu Sufjani mu bë udhëheqës ushtarak, e dyta Muavija mu bë shkrues i vahit, dhe e treta mu martue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Habibën vajzën e Ebu Sufjanit. Nëse kur kum seru në të tjerat emri gjuham ka shkuar te kum përmend Muavin, s'ka qenë kur udhëheqës, ndërsa në realitet na kemi do të fjala ashtu për Ebu Sufjanin. Jo si ushtrisht. Si ushtrisht. Por ata thash hadithi i cili e kum përmend Kalim the që tash përderisa Ibn al-Qayyim ka përmendur Zadul Ma'ad, dhe Zadul Ma'adi është i përkthyer në gjuhën shqipe. Lexuesit hadithin mundën me pa në faqen 88 në vollumin e parë të Zadul Ma'adit në gjuhën shqipe, mundën me pa, është faqe 88, ndërsa për ata që lexojnë arabisht në botimin e risales që kanë bërë tahqiq, kanë verifikuar hadithet dy hoxhallar ton me nom Abdul Kadri dhe Shoaib Arnauti, është në vollumin e parë, faqe 111.
Kështu që në qëllën do munen me gjetë edhe shohin që ajo që a kemi thonë është qashtu. Ka njëherë po thomë, ndoshta është mirë me ja u lexu hadithin e plot në gjuhën shqipe. Mirë, Ibnul Qayyim në tekst e ka përmend sikur unë vetëm ka kaluar mbi te. Ka përmend 3 çështjet, ndërsa në fusnot po verifikuesit e kanë përmend në hadithin në tërsi. Ku praktikisht hadithi e sjell Imam Muslimi e përmend me numër 2501. Prej Ibn Abbasit, i cili rëfen, muslimonët nuk e shikonin Ebu Sufjanin e as nuk i folnin në kuvendit e tyre. Muslimonët me edhe masi që ka pranuar Islamin. E ka pranuar Islamin, mirë po megjithatë Ebu Sufjani është ai djeshme që dejtje i ka luftuar, e ka pasur hasmërinë mëllefin ndaj tij. Po, tash shumë prej tyre kanë humbë babën, shumë prej tyre kanë humbë vllahun, ka pas vdekje. Apo pasurinë komplet, të merri gjithë po na sulmojnë tash ai u bë musliman, në mesin e tyre normalisht nuk është prit mirë. Kështu thotë rivajetin në Sahihun e Imam Muslimit i transmetuar prej Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Por ata Ebu Sufjani i tha të dërguarit të Allahut, o profet i Allahut, të kërkoj 3 gjëra, të mi plotësosh. 3 gjëra, i lyp Ebu Sufjani pe pejgamberin. Po i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai tha, kam vajzën më të bukur tek arabët. Umu Habiben, duhet të martohet me ta. Duhet të martohesh me ta. Po i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ka pranuar të martohet me ta. Ebu Sufjani vazhdoi, Muavijen ta bësh shkruas tondin. Kjo është kërkesa e dytë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i tha, sërish pejgamberi. Ebu Sufjani vazhdoi, të më bësh komandant ekspedite në luftë qaferët ashtu sikur i luftova muslimanët. Po i tha, ja ktheu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe hadithi këtu përfundon për këtë Ebu Zubejli thot, nëse ai nuk do të kishte kërkuar diçka të tillë, nëse vazhdon. Mirë po, edhe Abdul Kadri, edhe Sheikh Shuaibi, në vazhdim që thonë, në fakt ky hadith është problematik. Sa i Imam Muslimit, po është problematik. Është problematik. Problemi që ndron se Ebu Sufjani e ka pranuar është bën musliman ditën e çlirimit të Mekës, pra vetëm vitin e 8 e emigrimit, e kjo s'ka diskutim, ndërsa profeti u martua me Habiben shumë kohë para kësaj kohe. Që s'përputhet me realitetin. S'përputhet me hadithin. Por ata Ibnul Qayyim kur e përmend këtë çështje, çfarë thot kur e kryen hadithin, themi se s'ka dyshim që në këtë rrethim ka gabim. Do të Ibnul Qayyim hadithin e saj të Muslimit, po s'ka dyshim në gjuhën shqipe që po thoma që është përthyer, as e kemi përthyer. Ato çështje të caktuara kanë përthyer edhe këto, ka s'ka dyshim që është gabim kjo çështje. Pastaj vazhdon Ibnul Qayyim dhe përmend mendimin, thot, vazhdim çatet për s'ka dyshim për të. Ebu Muhammed ibn Hazmi ka thonë s'ka dyshim se ky hadith është i trilluar. Ibn Hazmi si ka rroku kolla hiç. Ibn Hazmi imami tyne, po ky hadith është rën. Është hadith i rajshëm. Nuk i ka rroku kolla hiç. Po mërshe. Ikrima ibn Amari e ka trilluar. Do të përmend edhe emrin për i transmetuesve që e ka shpikë ka rajt këtë hadith. Ibn Jauzi ka thonë, ai përbën gabim që vin nga disa transmetues deri në fund të hadithit. Do të praktikisht na kemi thonë që hadithin sa i Imam Muslimit është gabim. E kanë thonë dietarët e hadithit. Po. Pi përmend emrat, pi përmend libra, pi përmend. Po, tash këto po thonë Sahihain, Buhariu dhe Muslimi. Përgjithësimi se këtu ka nevojë një serim. Rregull. Rreth kur flitet ummeti i ka pranuar Sahihin, ka pranuar faktin, janë të pranueshëm te ummeti se hadithet në to janë sahiha. Janë të pranueshëm te ummeti, talaqa an-nas bil qabul, talaqat al-umma talaqathum bil qabul. Këto ka thonë thjesht pe të parëve ndoshta në këtë formë përgjithësuar që nën kupton një lloj konsensusi. Ibn Salahin muqaddima. Tekstualisht tani veç është marrë dhe është përcjell në për librat e Mustalah al-Hadith. Po krejt dietarët e hadithit e kanë pranuar që fjala është si shumica. Se tjetër sa është mund e kemi pranuar, e tjetër sa mund krejt detalet i kemi pranuar. Për shembull, marrim shembull të mëdhëbet. Krejt muslimanët
pasues të katër mëdhëbe, dietarët pranojnë se katër mëdhëbet talaqatha al-umma bil qabul, ummeti ka pranuar. Edhe kanë pranuar, do të na pranojmë që mëdhëbi Shafive është i pranueshëm. Gjithashtu pranojmë se mëdhëbi i Malikive është i pranueshëm. Gjithashtu pranojmë se mëdhëbi i Ahmed ibn Hanbelit është i pranueshëm. Ummeti ka pranuar këto katër mëdhëbe. Po thonë valla, do thua po mirë Hoxha Efendi, po gjaku të Shafit me dalën me rrjedh, s'pi presh ka vdesin. Ato thonë këtë mesele se kam posë me men, po a the pore i kena pranuar. Po, mëdhëbi është i pranueshëm si tërsi, po s'do me thonë në çdo detaj. Sigurisht. Kështu është edhe Buhariu dhe Muslimi. Buhariu dhe Muslimi s'ka dyshim se janë librat më të sakta, do të hadithet, më të sakta se këtë librat e hadithit. Kjo nuk ka pikë dyshi, nuk ka bish. Pra ta është thonë gjithëre, Buhariu është esahu kitabin ba'de kitabillah. Mas Kur'anit është libri ma i sakt. Mirë po, në Buhari, jo kush ai ijmai konsenzusi që në Buhari gjithçka është e sakt dhe zguxon kërkush me kundërshtue, kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur të kaluarën, për arsye se ky ijma është i rrajshëm dhe kush zguxon kështu më kuptue. Kur thon valla shumica si tërsi po ka vrejtje, ato nuk i ka thonë kërkushi. Unë bile ka herë mos më bëj tepër se po mos më dalë mendime që po i them veç të havo ashtu. E kisha përmend tash po them çka thot Sheikh Albani, i cili rahimahullahu taala ka folur për këtë çështje dhe kush e lexon ose dikush priton me lexue, praktikisht mundet veç në YouTube mundet me kërkua atje Buhari, kundërshtimi i Albanit hadithet në Buhari dhe në Muslim. Edhe i dalin me zo. Kush don me fjalë që po i thom, mundet në shumicën e librave tina me gjet, po prej tyre për shembull në parathonin e Akidet Tahawiyya, do të ka shkruani parathonja që hajri inshallah, mendoj që se ka ndëruar vetveten me shkrimin e saj është shumica tash më some 80% e saj është sharje dhe fyrje kundër hanefive dhe dietarëve hanefi bashkëkor. Që s'kan menduar sikur ai. S'kan merituar me thon dietarët i cilë s'mendon sigurt në çdo çështje, nuk i thuhet është armik i sunetit. Ose armik i pejgamberit, armik i islamit. Praktikisht çfarë fjalësh. Po ndër tjera në mukaddime për atë që neve po na vjen në këtë ditën e sotshme këtu, Sheikh Albani thot për Sahihun e Imam Buhariut. La rayba fi dhalika annahu huwa al-asl indana. Ky është ajo që është parim të na. Nuk do të thotë kjo lejse mana dhalika anna kullu harfin aw lafdhatin aw kalimatin fi sahihayni bi manzilati ma fi al-Quran. Jo çdo fjalë, çdo shkronjë, çdo shprehje në Sahihain, Buhariu dhe Muslim është sigur e saktë dhe vërtet sigur Kur'an. Sigur Kur'an. Po لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض الرواة. Kjo mundet me kon transmetime pe gabimi harresa disa prej transmetuesve. Kalla فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالى أصلا. Sheikh Albani pranon parimisht, nas pranojmë që ka asnjë libër që është i pagabushëm, që s'ka gabime të më përveç Kuranit. Për ata në vazhdim e përmend fjalën e Imam Shafiut, duke miratue, i cili ka thonë, Imam Shafiu ka thonë, eballahu an yatima illa kitabe. Allah s'ka pranuar të jetë i plot dhe i përkryem dhe pa të meta pa gabime përveç librit të tij. Përveç librit të tij. ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم مما درسوا الكتابين دراسة التفهم وتدبر مع نبذ التعصب في حدود القواعد العلمية الحديثية لا الهوى الشخصية أو الثقافة الأجنبية أو قواعد. فمثلا براكتيكيشت Albani në vazhdim na thot, ai që don mu kthye është faqe 23 në mukaddime, në vazhdim na thot se kërkush mundet me pretendue pej dietarëve, të cilët i kanë studiuar dy librat, Buhariun dhe Muslimin, duke mos u mbështet
lexim dhe studim studioz, duke e largue fanatizmin dhe duke i aplikue parimet dhe rregullat e dietarëve të hadithit, e jo duke u mbështetur tash çuçi gjun kulturën perëndimore, po kulturën islame, që vjen në përfundim që nuk ka gabim. Sa dyshim. فهذا مثلا tash bjen shembull hadithuhuma alladhi akhrajahu bi isnadihima an ibn Abbas. Pejtyre hadithin që kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi me rrugë transmetimit prej ibn Abbasit. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja al-maymunata wa huwa muhrim. Se pejgamberi alayhis salam është martuar me Maymunën duke qenë në ihram, hajllak. Tash çfarë do të Sheikh Albani do të kur e përmend këtë hadith e përmend se që në vazhdimsat fa innahu min al-maqtu'i bihi annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwaja al-maymuna wa huwa ghayr muhrim. Thabata dhalika 'an al-maymunati nafsiha. S'ka dyshim po që kjo gabim, për arsye se kemi informata të sigurta, transmetime të sigurta që Maymunën u martua pejgamberi me Maymunën duke i qenë i liruar prej ihramit, jo gjatë kohës së shkon në ihram. Edhe pse hadithin Buhariu dhe Muslim të ndryshe. Do të çfarë Sheikh Albani po hadithi të cilin e transmetojnë pe ibn Abbasit për këtë çështje është gabim. Nëse po është gabim. Sheikh Albani po thotë Sheikh Albani po gabim. Bile jo vetë këtë rast, por raste se Sheikh Albani ka na maspori lexojmë pak. Dhe sanet na janë dhënë beqarçe të caktuara në fund përgjithshme. Na çfarë thon kisha pasur këtu tash me tarhiku mendjen. Nuk ka kush as Buhariu. S'ka alim i hadithit që spranon se në hadithin e Buhariut ka hadithe të lopta. Do të edhe Buhariu. Do të për ata kur them lexojmë Buhariu kum lexojmë. Jo. S'ka dyshim se në hadithin Sahihun e Imam Buhariut ka hadithe të do. Ka hadithe të lopta. Po kjo del pak e çuditshme. Po del e çuditshme sepse na kur që kemi rrek çështjes në mënyrë studioze. Për arsye se në Sahihun e Imam Buhariut nuk janë krejt hadithet që kanë rrugën e transmetimit të plot. Për ata ato muallaqatet që janë Sahih Imam Buhariut, kush nuk ka alim deri sot pej tyre kush do të më pa këtë çështje, e lexon mukaddimen para thonin se Buhariun e ka bu mukhtasar, e ka shkurtuar Sheikh Albani gjithashtu. Dhe në mukaddime përmend këtë çështje. Hadithet në Sahih Buhariut janë dy kategorish. Hadithet që kanë rrugën e transmetimit mawsule plot, të ndërlidhur dhe të tjera që janë muallaqat që janë kësaj kategorie. Këto dyja gjithashtu ndohen në dy grupe të tjera, disa që janë transmetuar pe pejgamberit sallallahu po jo me rrugë plot, dhe disa që janë ether pe sahabëve. Dhe këto Sheikh Albani pranon që praktikisht tu kemi të bëjmë me hadith që është pe tyre janë disa sahiha, e disa të do hasan dhe disa të do të do. Po e ka sqaruar mirë Ibn Hajarin në Hadithari në atë parathonin që ka bëu shpjegimin e tij që ka bëu Buhari. Kështu s'ka kush pe alimve, edhe Buhariu plot ajo thotë jo, edhe kjo s'qëndron. Apo marrësh ajo. Kështu që na fjalën e kemi për cilat për hadithet që Buhariu i ka transmetuar me rrugë të plot. Po. Që janë Buhari. Për ata kur i thon diku lexoj Buhariun, se ndo kishte sa jo so, se në Buhari janë krejt edhe këto muallaqates. Qartë. Kështu që për ata po na fjalën e kem ose kur diskutojmë çështja është për hadithet që janë në Buhari e që janë me rrugë të plot të transmetimit. Që ato ka hadithe dobta në to dhe ka gabim ajo. Para po e na fjalën për çdo kem tash që edhe në këto kanë herë edhe pse ka shumë pak, po praktikisht ka për dietarëve tash nëse më thon vallai Darë Kutnivja ka pas inati Buhariut. Është për imamëve më të mëdhenj të gjitha kohrave në ilal, në dobësit e hadithit, të metat e transmetuesve dhe transmetimeve në për illa ne kemi folë në njënën për trajtisave të kaluara. Janë ato defektet e hadithit të cilat është shumë problematike veç ata që janë shumë specializuar në shkencën e hadithit. Ai ka shkruar libra që është e botuar. Po mërësh ajo, dhe ka dhënë mendimin e vet dhe ka gjetur numër të vogël hadithe në Buhariu dhe Muslim që ka konsideruar se si plotësojnë nëse aplikohen rregullat e muhaddithinëve ka defekte. Po të tjerët ka që kanë përmend me tekste. Kjo nuk ka dyshim. Për shembull në mukhtasar
Sheikh Albani, tash po them nëse mu e gjoj pak më shpejt që me kon faqen, po kom që me po. Në mukhtasar, në vollumin e parë, faqen 21. Kur e ka përmend hadithin Sheikh Albani, do të praktikisht Imam Buhariu. Hadithi i cili është el imanu bidun wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'ba min al iman. Imani është bidun wa sittuna, 60 deg. Çet një fusnot, edhe në fusnot çatet Sheikh Albani thotë qultu rawahu Muslim. Njëjtin hadith e ka transmetuar gjithashtu Muslimi dhe të tjerë. Do të thotë pos Muslimit, këtë hadith e kanë transmetuar edhe të tjerë. Mirë po, u lafdhu wa 70. Te imam në sajti më Muslimit nuk është situ, nuk është 60, po 70. 60 edhe 70 ka dallim, ha? Ka. Kështu. Tash vazhdon Sheikh Albani çka thot? Wa huwa ar-rajihu indi taban lil-qadi Iyad. Wa ghayruhu kama bayantuhu fi as-sahiha faqe 17 ose hadith 17. Sheikh Albani ashqori kallon që në hadithin e Sahih Buhariut është ky hadith, po ndo ka kjo fjalë është gabim. Dhe me vend është fjala 70 e jo 60. Kështu që kur po them na bjen ndesh hadithi me logjik na e këshyrum, se ata po thonë me logjika skovan, do të bëjë veç për sroni. Jo. Bëhet na shiqom se zoti për sa na kanë këtë mendin. Dhe 60 dhe 70 nuk janë njëjtë. O duhet është ky gabim ose është gabim në sajti më Muslimit. Imam Sheikh Albani po thotë hadithi që në sajti më Muslimit shprehja 70 është 70 ca deg është me vend, ndërsa kjo që është në sajti më Buhariut 60 ca deg është pa vend. Çashtu ka thoni Ibn Hajeri për hadithin që pejgamberi sa ka urdhëruar që mos të falet namazi i ikindis apo i drekës përveç se në Beni Kurayza. Te Buhariu është përmend asri, te Imam Muslimi është përmend dreka. Ibn Hajeri thotë dreka është me vend. Me vend. Do të se ka gabime jo njerëz. Absolutisht. Nuk ka dyshim. Dhe kështu që jo vetëm Hanefit që s'kan punuar me hadithe, me gjithë hadithet që në Buhari. Krejt me dhebet. Ka ma shumë se një mesele, ku hadithi është në Buhari, dhe 4 me dhebet s'kan vepruar simbas tina. Se s'do me thonë hadithi, që ato për ata po i përmenim kushtet e fukahave, se në rrjeta tjera. E kemi hadithin, hadithi kur i plotson kushtet e muhadithinëve, është sikur produkti kur prodhohet kryet. Po tani ka tjera sene. Vjen tash këshyr me ka kalu afoti ajo. Paketimi. Paketimi. Vjen edhe këshyr edhe merr edhe çfarë caktura e kontrollojnë ka përbomje që janë shkruar te po merresh ajo. Kur vjen në ndogon e këshyrin burimin e origjinës pej kohët është. Sa ne do të praktikisht ka kushtet plot që me lon që tani mu plasuan në 3. Mu plasuan në 3. Kështu që për ata po them jo veç Hanefit kanë gjithë po Hanefit janë kont më të kujdes. Më të kujdesshëm se tash na po them kur them ka thonë pejgamberi alayhis salam po dom me kon sakt që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Për ata po them në Buhariu Muslim, po tash na s'ka kush pej dietarët mëdhaj. Buhariu ka kundërshtuar hadithin në sajtin e Muslimit. Buhariu ka hadithin në sajtin e Muslimit që ka kundërshtuar. Ibn Uthaymini rahimahullahu taala ka hadithin në sajtin e Muslimit që ka kundërshtuar. Bin Bazi ka hadith që ka kundërshtuar. Atash mos të marrëm me gjithë, po praktikisht hadithin në sajtin e Muslimit e pom që Ibn Qayyim thotë që nuk është me hadithin për tematikën e Abu Sufjanit, thotë që është gabim. Ibn Qayyim në Manarul Munif ka përmend edhe hadithe të tjera, hadithin e njohur me hadithin e turbës. Gjithashtu praktikisht është ndoshta me rëndësime po përmend me numra ata për arsye se ka herë kur përmendum pe emrave të caktuar, çorse të caktuara po thonë që po duket s'diku po i gjon këto varë muhabete se në përcitape nuk janë. Në realitet këto janë në për libra të tyre ose të dietarëve që kanë shkruar pe tyre
Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kun Manar Munif, hadithi për cilën po flasëm është hadith i njohur me hadithin turba. Hadithi Abu Hurairës, ku praktikisht ante del se Allahu Zaleshanu tokën e qitit ka krijuar për 7 ditë. Hadithin në fjalë bie ndesh me ajetin e Kuranit që kemi thonë s'ka drejt me ra. S'ka të fortë, po edhe praktikisht në tena del se Allahu Zaleshanu e ka krijuar tokën e qitit. Në Kuran kemi disa ajete fisit e tij për 6 ditë. Ka bun shtot. Për ata shtorshin Ibn al-Qayyim ka qenë për hadithet që s'pranohet. Sahih Imam Muslimit është. Gjatë të thot wa yushbih hadha ma waqa fihi al-ghalat. Dhe gjithashtu për haditheve se është të i trajtuar çështjet që ku ka në hadithe gabime. Fjala është në Manar Munif, fasli i 19 kapitullit tash quajmë çashtu. Ku në cilin thët hadithi Abu Hurairës khalaq Allahu turba yawm as-sabt dhe në fund është fi sahih Muslim walakin waqa fihi ghalat po konto gabim fi raf'ihi selam pejgamberi selam inma huwa min qawli Ka'b al-akhbar është hadith po është pe israeliatëve Ka'b al-akhbari jaroni Abu Hurairës që nëpërmes tij na janë mush citabet me shkrimet e Tevratit dhe të Injilit praktikisht komentimi i ajeteve sa këtë janë nëpërmes 2-3 personaliteteve njëri kryesor është Ka'b al-Ahbari. Për ata thot Ibn al-Qayyim rahimahullah në vazhdim qala imam ahl al-hadith ka thon imami i muhaddithinëve Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fi tarikh al-kabir wa qala ghayruhu min ulama al-muslimin ايضا وهو كما قالوا أن رفعه غلط. Do të ngritja e këtij hadith transmetuar kjo rivajet si fjalë pejgamberit sa është gabim. Do të Buhariu ka konsideruar që është gabim. Dhe ka dietar të tjerë që kanë thonë që është gabim. Do të kur para e përmend as Buhariu s'ka përmend ka hadithen në sajtin e Muslimit që e konsideron që është gabim, është njëri prej haditheve që Buhariu tekstualisht në librin e tij Historia e Madhe ose Tarikh al-Kabir e ka refuzuar këtë hadith dhe ka honë për israeliatëve. Për ata nuk e ka regjistruar në sahihun e tina. Kështu që na s'poshtyjm kush ka marrë pikujna, po praktikisht na kemi tash na mund të thonë vallai Sheikh Albani u kon armiki sunetit për ka kundërshtuar po disa hadithe në Buhari, po ka refuzuar në numër jo të vogël të hadithën Sahih Imam Muslimit. Do të jo, tash është numër që mendoj që është tash pak më i madh parasysh se kemi libër ka për autorëve bashkëkohor që kanë shkruar libër edhe kanë thënë Tanbihul Muslim ila ta'addi al-Albani ala Sahih Muslim. Ka libër kundër Sheikh Albanit në këtë tematik për shkak se Sheikh Albani praktikisht ka thonë që një numër jo i vogël i haditheve në Sahih Imam Muslimit janë të dobta. Nëse unë mund me u përmend disa shembuj që mos më thonë vallai disa se përmani asnjë. Prej tyre hadithin Sahih Imam Muslimit se pejgamberi selam ka thonë la tadhbahu illa musinna. Sheikh Albani në vollumin e parë faqe notën në dhaife, silsilet dhaife. E ka shtin dhaife. Ishte për këtë profesor, që për shkak la tadhbahu illa al-musinna tematika e kurbanit. Kur cilat kushte duhet me i plotësue kurbani, do të praktikisht na kemi atje musinna që konsiderohet delet të 10 vjeçare të lop 2 të 5, do të është fjala për moshën. Po unë po përmendni si shembull, pra se këto spekulazëm na për xhamatin edhe pse xhamatlit e ri ata janë që po ndërsejnë për i tjerë më shumë. Për ndryshe apo i marr përmendëm për ata që ishin me trajtuar këtë me na kritikuan këtë farë çështje. Për tyne hadithi Abdullah ibn Abbasit që pejgamberi alayhis salam e ka fol namazin me rastin e nxonjes së diellit 8 recate fi 4 sajdatin me 4 sejdë. Thot Nirwa al-Ghalir volumi 3 faqe 129 Sheikh Albani ضعيف وإن أخرجه مسلم
edhe pse në Muslim, hadithi është i dobët. Në Sahih Imam Muslimit, Sheikh Albani po hadithi është i dobët. Thot në silsilet e hadithet dhaife, gjithashtu njënë për haditheve, hadithi Abu Hurajrës, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Qala huwa munkarun bihadha al-lafz. E ka cilësu kështu? Është edhe me përkthyje që me di çka po. Po, praktikisht në Sahihin e Muslimit kem edhe pe Enesit kem ja 3-4 hadithe që flasin për mos me pi ujin kom. Mirë po, rivajeti i cili e fjalën dash e Hurajra dhe me bëm dikush gabimesh me pi ujin kom, do të më vjedh praktikisht që përse di është na me që ka kundërshtuar faktikisht edhe Albani. Po, që ka kundërshtuar praktikisht na mendojmë që është me kundërshtimi i Sheikh Albanit është më van. Po marrë she. Mirë po, na po flasëm për arsye se parimi që gjithçka është në Sahih Imam Muslimit, po mbërvesh ajo nuk qëndron. Për ata Sheikh Albani ka numër jo të vogël, po klenë on po them e çush po vlet kundër Sahih Imam Muslimit. Spolozëm po Imam Muslimi edhe Buhariu kanë qenë njerëz, apo më shej për derisa janë njerëz, ata janë nështruar njerëzore, ata ka bëjnë sigur që ka bëjnë tjerë, dhe ka kanë njerë për ata që unë kisha pas qef me e lexu këtu para josh, kisha pas qef ata që spritojnë Sahih Imam Buhariut me kërkue rivajetin që flet, veç kisha pas qef me dikush me gjithë me bosabër me lexu. Hadithet që flet se Abdullah ibn Mas'udi ka konsiderue kulaudh bërë dy kulaudhat që jep njohuna, që i ka cilësuar se janë për Kur'anit, që janë pjesë e Kur'anit. Është hadithi në Buhari. Në Buhari është, po bërëshe. Kisha pos qef dikush me mu këthyje edhe me lexue, edhe kisha pos që me në kaldua tonëve që ka kuptue. Me shanë se kemi full profesor, e ke argumentu që... Po, që sëndron e farë muhabeti. Jo, po, që është muhadithinëve është, do thotë, nuk e shikojnë tekstin, por e shikojnë rrugën dhe transmetues. Ishtë doshtë që ashtu, po kalje po, se praktikisht me tekstin, po, ato që e quajnë muhadithin të libham, kur muhadithit dënë me kallëzu diska edhe s'dënë më marrë vesh. Edhe tashe, sikur kur i tom në anojteti, atje i kishton ajatina, edhe ai i kishton këtina, edhe këta dy kishin thonë njëri tjetrit dhe ishin marrë vesh me zeti. Edhe na ça morëm vesh me këtij farë muhabeti, nëse na transmetohet kjo fjalë. Që faktikisht është në Buhari edhe kjo. E kësaj natyre është rivajeti që përmena. Edhe i ka thonë, edhe i kishme thonë, a ka numër hadithi? Kishton sekund me numër, po është titullin e ka kapitulli, cilësimi i kulaudhave që janë për i Kur'anit, rivajeti Abdullah ibn Mas'udit, që praktikisht fjalë që i thot këtë formë, Buhariu praktikisht nuk i citon fjalët e Ubej ibn Kabit, se i kanë thonë vllav i jot Abdullah ibn Mas'udit, po që këto dy as janë prej. Edhe Ubej ibn Kabi tani thot se ka thonë pejgamberi, ka thonë kështon edhe ashton, edhe kur ka thonë edhe është ashtu siç ka thonë pejgamberi, që është bashkë shki. A morë vesh nisan? I thuat i hadith. Tani bëhet telashe Ibn Hajeri edhe komentatorët me gjetë çka është ka shton, e kur është shton, pse është shton, e ç'a shton, e ka shton, edhe kjo është çush ka thonë. Del telashe e madhe, tash ky gjithçka veç hadith nuk ka. Veç hadith nuk është. Po megjithatë është ushtar. Po don karrierë transmetuesi, këtë rast ose autori mbledhësi haditheve, për shkaqe të caktuara është munduar me i bëm mos më dukt, s'ka njerë ka qenë rrezik, ka njerë ka qenë, s'ka dyshim, për ata kuleror dhe e me vit me i detyrua me dinast, me pranua renditjen djali babën e babët djali me pushtetin me bom mbretëror. Disa pej librave tjera i kanë dhënë detalet. Për tyne fjalët e Abdurrahman ibn Abu Bekrit, që ka drejtuar Mërvarit, si ka thonë kjo është sunet i Abu Bekrit edhe i Omerit. Abdurrahman djali i Abu Bekrit ka thonë, ja, kjo është suneti mbretit Persis dhe të Romako-Bizantinëve.
Po më rëshat, e lonë djallë në masë qëse. Tradit e tyre. Po, mirë po, Buhariu kur e transmeton këto, kur i transmeton fjalët e Abdurrahman ibn Abu Bakrit, nuk i thatë këtë formë që shi thashune, ose që kanë thonë transmetime tjera. Po thët, ka thonë Abdurrahman ibn Abu Bakri, dhe kjo është sunet i atina dhe atina. Do të jo memra, do të praktikisht i ka iksa, më marrësh ajo, edhe e bën ibham për arsye të caktuara se normalisht na nuk e mohojmë atë që ka hoxhëllor që kanë me emrin e mëzo me sa ne kanë qenë ka pas presion mbi ta, çka po shkoni sa se çorçet të caktuara sikur tash. Praktikisht ka qenë jo lehtë me fol realitetin edhe hakun edhe sana. Po ajo çka po duam me thon si përfundim është ajo që praktikisht Sheh Albani shumë mirë ka thonë. Mas Kur'anit s'ka libër pa gabime. Librat që mas pak të rivajetit kanë gabime, ose shumë pak, janë libra Buhariu që ka shumë më pak, edhe Muslimi pak më, ka hadithe dhe transmetuesi janë kon pak më. Ma të shumë që praktikisht dietarët e hadithit i kanë konsideruar që janë të nivelit që më thonë vëlla hadithi është i tyre, është sahih. Për ata Sheh Albani bile për sajine mund tash se kemi një parim. Për shembull, kanë herë kur e mohojmë hadithin e caktuar, është i kritikohet hadithi i caktuar, jetë vetë si hadith. Kanë herë kur mohohet transmetimi i filonit prej filonit, atëherë ajo kop krejt rivajetet që e kanë këtë defekt. Për ata, jo Sheh Albani, edhe plot për hadithin e para tina, e kanë thonë që Abu Zubair al-Mekki është pej thikati po modelis. Tedlis janë një lloj mashtrimi, që se ka venin sot do të flasim inshallah ma. Do të na vjen rani. Apo kur të vjerani, po modelisi kur e ka këtë defekt transmetues, kur e ka këtë lloj atë hilje, apo edhe mashtrim është s'ka të shem në atë muhabeti. Nëse është pej transmetuesve të besuar, nëse transmeton me an prej filonit, s'pranohet transmetimi i tij. Se modeli si tonë gjithçysh edhe kur është i besueshëm duhet përzohet me tasrih bisema ose bil qawl. S'ka që s'pranohet veç kur thotë e kum dëgjuar ose ka thonë, unë ka thonë. Tash këtë defekt e kemi në sajtin e Muslimit. Ky modelis shumë herë në sajtin e Muslimit ka thonë an. Që i bjen se kur Abu Zubair al-Mekki kur transmeton pe Jabirit radiallahu me an rivajeti tina është i dopt. Është i dopt. Edhe Sheh Albani ka konsideruar të dopt. Mirë po, me këtë parim kanë dalë të dopta krejt rrugët e transmetimit ku gjinet kë modelist prej Jabirit në hadithin në Sahihun e Imam Muslimit. Dhe të tilla kemi 35 rrugë transmetimit. Ashtu po flasim për hadithe pak më shumë që më përmend. Megjithatë po flasim sipas Sheh Albani s'po them na. Tu kanë thonë, për ata dikush mendon që ndoshta s'është më vënë aty, po kanë thonë, po na duhet kjo njerëzorja dhe gabimi kur nuk e ul vlerën e dietarit. S'ka dietar që na ato çapo lipëm është që jo me plot gojen mund lëvdu ato e përçesh Imam Abu Hanife dhe Hanefit, edhe më thonë vëllai të tjerë të jos bën me se kushtat filoni ka gabuar sa ne, jo krejt kanë gabuar. S'ka dietar i madh i hadithit. Do me prushajmë për secilin me emra të mëdhaj, gati gjithë që janë emra të mëdhaj, e që Sheh Albani s'ka thonë ose vehime ose tanaqat. Çdo ka harruar këtë çështje ose që ka kundërshtuar vetveten, që ka këtu pak ndryshe, këtu pak ndryshe. Po këtë çështje, këtë është në kornizat e gabimit njerëzor, faktikisht, po janë lëshime që bëhen. Shenca e hadithit është aq e gjon. Sa që është e pamundshme me mos me pas telashe mos me kundërshtuar vetveten, shton për Albon një shkollë libra. Jo fletushka mesele libra, ku ka kundërshtuar vetveten, për një hadith ka unë sahih, për një tjetër ka unë, po aja nuk ka ul vlerën e tisa shkon, me djetarëve me matë majtë, hadithet në kohën që lam, Allah i pasi përqërë që të gjatë. Po kjo është për me kaldushi, realiteti është që përveç Kur'anit s'ka libër tabu, që s'ka gabime. Dhe ato libra kanë ma pak edhe ma
Edhe më shumë. Varet. Tash nëse më ndon vëllai se kanë thonë për Buharin, po ka shumë pak defekte edhe gabime. Po hadith që edhe janë të evidentuar. Po thash hadith që 4 imam s'kan punuar me kem rastin. Për më në shembull, na inshallah kem fat jetë edhe presim Ramazanin. Edhe kemi itikafin. Hadithi Aishës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-fajr thumma dakhala mu'takifa. Është në sajtë imam Buharifit. Që i bjen, itikafin kur e fillojmë, në 10 e funit e ka fal namazin e sabahit dhe dakhala mu'takif, thot vendit ku është përgatitur për merrjen e itikafit, që është i rregulluar në fal vendin në fal ka iade. Sipërfaqja po marrë kuptimi i parë që ofron hadithi është se pejgamberi ka hyrë në itikaf mas namazit sabahit. Që i bjen natën e kalon sukun në itikaf, natën e ditës së 20 fjala. Ndërsa 4 imam kanë thonë që mas namazit akşamit jetë në itikaf. Po që me nxon 10 net. Po, do të praktikisht me thonë vëllai ata janë kun Abu Hanife, Maliku, Shafiu, Muhamedi janë kun hadithin në hadith. Po kanë pas baza tjera që hadithin e kanë kuptuar pak më ndryshe sepse u dosht bazat haditheve tjera. Ose gjithonja të madhit. Badasht me hadithin sajti po Buhariut po. S'ka punuar kërkush pe imamëve të maj. Po, sani, kështu që ka ma shumë se një hadith që përmenëm si shembuj. Po, thot vëlla, e përmenër, Sheikh Uthemini ka thonë pe hadithet në sajti më muslimit, hadithet gjastase. Së do me përmenë që është të regimi gjatë, po pe i tekstit dihet që s'ka lidhje me hadith. E pranën që është, hadithën munkar. është i pa pranueshëm. Hadithi Temim Dari e kanë hupë rrugën në deti, ne e kanë thonë në dëgjallën që në shtazë, do të praktikisht praktikisht edhe nuk përkan me hadithe pejgamberi se po është në sajti më muslimit është përmen. Po Sheikh Uthemini Allah e pashpërshërues nuk e pranohet si hadith. Tashmë Sheikh Uthemini është hasëm i muslimit. Jo, po nëse është ai hasëm i muslimit asë, ti që ka dhënë vrejtje kur është shkencore dhe ndërtuar mbi shkencë, s'po nuk kërkojnë më thonë që sa është ijtihadi secilit edhe këto këto vlerësime të hadithit janë bën bazë ijtihadi. Se me kushtet veta faktikisht. Por ata kanë dy sahihajt janë përmarak janë librat më të besueshme mbas Kuranit të madhërisëm. Kjo është lun, po jo çdo hadith në to është jo të pagabueshëm që ata kanë qenë ata kanë qenë njerëz. Kjo është ajo forma e kësaj. Me shans se u zgjeruam pak me ato që na kanë bërë emisionin e kaluar. Po është e nevojshme megjithatë për sharrim po se më po se na kemi edhe dietar të tjerë që kanë fol për Buhariun e për Muslimin. Për mana emrat të cilët zakonisht kundërshtojnë Ebu Hanifën, po me thonë Ebu Hanifja ka thonë atë ja kanë posinati. Realiteti është ashtu, se muhadithin qëtëherë kanë pos rivalitet dhe hasëmbrime, Hanefit është kjo, s'ka dyshim. Po më rëshe, pe kësaj nuk i largu edhe muhadithin të mlaj. Po në zdorta me, se na sim të interesu me ndezat, po jemi të interesu me po që ato që i kanë thonë Hanefit, ajo nuk i bën ata me konë kundërshtar të Sunni. Absolutisht. Si solle shumë shembulle dietarëve të tjerë. Se në fundit Buhariu kur ka lind më shumë se një shekull mbas lindjes së Ebu Hanifes. Asë ka po tash kur ka lind ka vdekë Ebu Hanifa baba i Buhariut ka lind. Tash do të na përflasim për një kohë shumë më over pejgamberit alayhis salam. Sa nëse këto që janë thonë, sa një shekull është shumë. Po një shekull, po më shumë se një shekull. Po. Se Ebu Hanifa ka lind në vitin 80 hijri, Buhariu ka lind në vitin 194 hijri. Më shumë se një shekull. Sigurisht. Kështu që kemi të bëjmë me një periudhë Goxha gjatë. Goxha gjatë dhe është e çuditshme. Me lind mas 100 vjet edhe më kesh ato që lind më shumë se një shekull para atij pa njoftis. Tamam. Po Allahu al-musta'an. Profesor, me qenë se po vazhdojmë tash edhe tek hadithi ahad, neve kemi folur në emisionin e kaluar kur bjen dash me Kur'anin ose me e tash faktikisht refuzimi i hadith ahad kur bjen kundërshtim me parimet e përgjithshme
fesë islame, tash edhe kjo. Po, është një çështje që po, tash Hanefit dietarët e mëdhenjve tonë kanë thonë masi ti plotson kushtet rruga e transmetimit që përmendëm pak. Ne kemi munduar me sqaruar që senedi dhe transmetuesit janë specializimi muhaddithinëve. Çështja e metnit, e fjalës së tekstit është më shumë specializimi fukahave. Muhaddithinët edhe më herët sane, jo më herët, por më vonë, përveç imamëve shumë të mëdhenj që janë shquar, e kanë pranuar çdo gjë që smeren me atë farë çështje. S'është punë e tyre. Na kemi përmend disa për shembull, është kanë thotë interesant që thotë Imam Dhahabiu rahimahullahu taala kur flet për këtë çështje thotë për tekstualisht أما المحدثون فغالبهم لا يفهمون shumica për tyre s'marrin vesh. Imam Dhahabiu po thotë muhaddithi, po thonë thotë Ibn Jawziu për kohën e tina, për muhaddithin në kohën e tina, وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب من المحدثين ويكثر السماء ولا يفهم لا يفهم ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة. أسكوش تدنا مبزس الدنمير. Për Imam Ahmedi Madh ka thonë kur është pyetur. Ai ka thonë për disa prej atyre që kanë qenë për muhaddithin në kohën e tina. Po, muhaddithin në kohën e tina se para në përkthyer profesor tani. Disa nuk na. Po, më fal. Ibn Jawzi po i shohëm disa që po merren me hadithën kohën tonë, cilët ja xhmaun po kutub, do po shkruajnë, po i tubojnë libra dhe po من المحدثين به محدثين باش ويكثر السماء غاينا ne من دجو حديث بياتي ولا يفهم ما حصل ومنهم من لا يحفظ القرآن ولا يعرف أركان الصلاة. سماري vesh ato që kanë tubuar hiç dhe pe tyne ka se din Kur'anin, se kanë tubuar Kur'anin hala për më merren me hadith dhe pe tyne që as farzët e namazit nuk i din. Ibn Jawzi është pe muhaddithin është Hanefi. Para tyne ka thonë Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala kur është për Abdur Razakun ka thonë hal kana faqihan ka marrë vesh në fikaves muhaddith ashtu ka thonë ma aqall al-fiqh fi ahli al-hadith këtë shpje Imam Ahmedit muhaddithin fik kanë shumë pak se s'marrin vesh në fik shumë pak këto e pranon Imam Tirmidhiu më shumë se një herë ka thonë në sunenin e tina Imam Tirmidhi شاطر رحمه الله هكذا قال الفقهاء وهم أعلم منا بالمعاني. Kështu kanë komentuar hadithin fuqahat dhe ata janë më të ditur se na muhaddithinët. Një ka pranuar faktikisht. Për ata thash na mund mos me pranu këto farë çështjes. Po realiteti është ndryshe. Sepse çështjet caktuara kanë mrri me kallëdu që kush e din hadithin është i din të rasanet, s'është ashtu. Ai specializim në veti, kjo është specializim në veti. Për më vot tamam do të më plotësuan njëna tjetrën. Për ata pranimi i hadithit ahad, na po flasim për ahadin, për hadithin që ka në rrugë transmetimi, për hadithin që s'është më shura as mutawatir. Që praktikisht një gjithherë ka mundësi me pas gabime sidomos në të gjëratat e para që shumica e sunet nuk është shkruar transmetuesit e sahabëve dhe tabiinës s'kan çequar kanë veç transmetues sa që as dietar. Mbavoli kemi muhaddithin dietar. Po flasim për ata që në vestra, pra mundësia me gabue, me bojt hadithin me marrë është nuk është e vogël. Prej këtu fuqahaja kanë thonë duhet edhe kushte shtesë. Sidomos Malikit edhe Hanefi. Sidomos Hanefit. E prej tyre është thonë që hadithi që transmetohet në këtë formë se po i thom hadith në realitet rivajeti, transmetimi që përmenet, se kur i thom hadith veç kemi një farë mënyrë për miratojmë që ka unë pejgamberi. Jo, ata i thonë, si thuhet hadith heq, s'është fjale pejgamberit heq nëse bjen ndesh me parimet e përgjithshme islame. Nëse kemi parim, na mburëm bëj parim përmendëm në trajtesën e kaluar pak çështjen që kërkush parim është kërkush gjithë secili prej nesh jep llogari para Zotit për veprat e tij, jo për të tjerëve. Për ata thamë fëmija jashtëkurores, veledu zira, s'ka kur farë foj, pse me dhonë, ose parim të na, pse mos me mbujt me një xhenet faktikisht. Pse mos me mbujt me një xhenet, që shka unë në hadithin tjetër. Ose parim të na është
Pe parimeve islam është që s'ka njeri të pagabueshëm, s'ka njeri të pagabueshëm. Këtu në kjo parim na vlen për Buhariun dhe për Muslimin. Momentin kur thon s'ka hadith dopt në Buhari dhe Muslim, na kemi thonë që Buhariu dhe Muslimi janë të pagabueshëm. Kjo me automatizëm na bën ndesh me këtë parim i përgjithshëm. Këtë parim i përgjithshëm. Për ata parimet e përgjithshme janë këto. Kur ka parime që kur një ose më shumë ajet dhe hadithe flasin për diçka që është parimore në Islam, synimi i Islamit. Do të marrë vesh synimi i Islamit çka është? Synimi i Islamit është me rujt jetën. Objektivi i Islamit parim. Synimi i Islamit është me rujt mendjen. Parim synimi i Islamit është me rujt nderin. Synimi i Islamit edhe parimi i përgjithshëm është me rujt pasurinë dhe pronën e çdo njonit. Nëse vijnë tekstet të cilat i kundërshtojnë këto parime, që janë ahad, këta nuk të hanëvit. Nuk pranohet si hadith faktikisht. Nuk pranohet si hadith. Me qartë. E tash profesor tek e kemi përmend faktikisht edhe në emisionin e kaluam logjika, tash nëse bën dash hadith e ahad me logjikën e shëndosh. Kur flasim për Ibn Jauzi, çuçi ka thonë إذا رأيت الحديث كل حديث اللي بين ديش كندر المعقول خالف الوصول معقول والوصول معقول është ato që është e logjikshme. Kur hadithi rivajeti bjen ndesh me logjikën e shnosh datë që është e logjikshme, praktikisht hadithi do refuzohet. Kjo është kusht vetëm te hadithi ahad, pra që vjen me një rrugë transmetimi. Paska se dhe tash këtë fjalë përgjithësi në çdo me këtë formë nuk e ka thonë kërkushi. Absolut. Për ata, na kemi dispozita dhe çështje të cilat ndërlidhen me çështjet që si ka mendja se janë çështjet e besimit. Që shtриhet atje. Në qartë. Apo flasim për çështjet të cilat janë logjike dhe mendja e shnosh njerëzore si rezultate e kundërshton. Nëse ka ardhur hadithi, në amën të hadithit pejgamberit sallam se ania e Nuhit alayhis salam. Ania e Nuhit alayhis salam. Është ardhur pa vlodhish ka bu tawaf rreth Ka'bës 7 herë. وصلت ركعتين عند المقام. Atë maqami Ibrahimit I ka vol 2 rekate. Kush I ka vol? Ania. Kush sjell rreth Ka'bës tawaf ka bu? Ania. Pe kursit ja kanë nis sekondë një kozmike për ajër. Praktikisht ajo ania Hazreti Nuhit e dim që nuk konë kërën Mekë, as nuk sjellën, nuk ka bot tawaf rreth Ka'bës në atë kohë, as me komi Ibrahimit alayhis s'ka ekzistues në atë kohë, se nuk e shon para Ibrahimit alayhis salam. Para alayhis salam. Kem hadithe të plot të kështu me numra kanë era. Mi që morë shembull më ditë çka për çfarë nuk përdoret logjika si bën kundërshtim. Po atje I përmend do var numrash kur komu bo shkatruar dyoja sa në sa çtat në vend Imam Suyuti thotë sikur ti shkon tash gjallë I kishon marrë për vetvetes. Që I ka transmetuar ato hadithe, sepse pretendon Imam Bayhaqi që nuk ka mështi hadithe të rrajshme në librat e tij. Praktikisht ka edhe hadithe të rrajshme në librat e tij. Fatkeqësisht që është ashtu. Djetarët hadithit kanë thonë asmo, thonë pe tyre, ka që praktikisht logjikisht s'mundem thonë vallai komu bo në shekullin e 7 kiameti, gjithçka rrafshohet e tash jemi bo 14 shekuj. Do thonë hadithi është sa? S'mundem. S'mundem. Logjika s'ka. Për ata të kësaj natyre kur vjen ndesh atë praktikisht ne thonë si hadithe ahad po nuk qëndrojnë. Faleminderit shumë profesor, Zoti shpëlbef për këto sqarime, edhe ju shikues të nderuar që jeni këto minuta me neve në këtë emision që faktikisht mund ta përcjellni indicimet e emisioneve jo në çdo rrjet social në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës. Në emisionin e radhës me emrin e Zotit do të përfshijmë disa pyetje që na kanë ardhur jo të pakta lidhje me urimin për festat e fundvitit, kështu që do t'i trajtojmë inshallah në emisionin e radhës. Deri më atëherë ju lejmë në mëshirën e Zotit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.